Ka nisur punimet për rehabilitimin e argjinaturës së lumit Devoll, një ndërhyrje që synon të risë mbrojtjen e tokave bujqësore dhe zonave përreth nga përmbytjet dhe erozioni. Projekti parashikon forcimin e argjinaturës me gabione dhe gur për gjatë një gjatësie prej 350 metrash në secilën anë. Në kuadër të punimeve do të përdoren rreth 5000 metra kub gur me qëllim për forcimin e strukturës dhe rritjen e qëndrueshmërisë së saj përballë prurjeve të larta të lumit dhe fenomeneve natyrore. Ky investim nga qeveria shqiptare, Ministria e Bujqësisë do të bëjë të mundur të gjithë atë problematikë që ne kemi pas gjatë sezonit të dimrit, për të parandaluar edhe sezonin tjetër që po na vjen, në mënyrë që fusha Maliqit të jetë mbuluar më së miri nga problematikat e çarjes argjinaturës. Ministria së bashku me Bordin e Rregullimit do të bëjë të mundur edhe investimet e tjera që tashmë janë të parashikuar në buxhetin e Ministrisë dhe të Bordit. Ndërhyrja shihet si e rëndësishme për zonat bujqësore të Bashkisë Maliq, veçanërisht për mbrojtjen e tokave dhe infrastrukturës nga dëmtimet që mund të shkaktohen nga dalja e lumit nga shtrati. Është një investim shumë i domosdoshëm, kemi qenë prezente gjatë videoklipit. Edhe të shvej vetëm zgjidhje që nuk të ishte definitive për zhvilloj sasi rreshjesh që përballon toka ranore, është kthesë e lumit Devoll. Janë rreth 122.000 metro kub vera që do hiqen nga shtrati i lumit për të mbajtur kapacitet më të madh përcjellës. Ky investim pritet të krijojë një mbrojtje më të qëndrueshme të argjinaturës dhe të ulë rrezikun e dëmtimeve nga prurjet e larta, duke rritur sigurinë e zonave përreth.